Amerikan, as nga Bashkimi Evropian. Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani dha edhe një herë sinjale të qarta se është kundër disa propozimeve për reformën në drejtësi, kur tha se nuk duhet të pranojnë gjyqtarë jashtë sistemit, duke cilësuar këtë një eksperiment të rrezikshëm. Gjatë një takimi me të rinj studentë ekselent të Fakultetit Juridik, Manjani mbështeti idenë që shkolla e magjistraturës të jetë pa konkurs dhe të rriten kuotat e pranimit. Kam ndërmend të propozoj hapjen e kuotave të shkollës magjistraturës, sepse ne duhet pranojmë edhe një gjë tjetër. Nuk mund të fusim më dot në sistemin gjyqësor jurist të pa certifikuar apo të pa trajnuar nga shkolla magjistraturës. Se po pranojmë këtë përjashtim, ne kemi dëmtuar rënd parimin e karrierës, kemi dëmtuar rënd parimin e profesionalizmit dhe nuk mund të vazhdojmë të bëjmë eksperimente siç kemi bërë deri më sot, dhe prandaj i hyjmë e bëjmë reforma sa herë jemi në hall. Në takimin me juristët e ardhshëm, ministri Manjani tha se është domosdoshme ndarja e veprimtarisë së policisë nga ajo e hetuesisë. Ndaj në këtë pikë, ai cilësoi emergjencë ngritjen e byros kombëtare të hetimit. Nëse ka fajtor për idenë e byros hetimit, aja mund. Kam qenë vitin 2008 që në them që në Shqipëri duhet krijohet një institucion hetimor dhe ideja kush ishte dhe është që të ndërtojmë një strukturë profesionale hetuesish që marrin dosjen dhe analizojnë profesionalisht. Dhe sigurisht të hetues nuk janë polic. Nuk janë rujtës së rendi. Janë dy veprimtari që lidhen së bashku, por nuk janë në njëjta gjë. Në kuadër edhe të reformës në drejtësi, Manjani cilësoi të domosdoshëm procesin e rivlerësimit për prokurorët dhe gjyqtarët, ndërsa i paralajmëroi ata se kush nuk plotson kriteret do të përjashtohet.